shikoni nga titulli, ka shumë mundësi që sot të marrin përgjigjet që na kanë ngelur, që janë përgjigjet e NIPT-it. Pra, NIPT është kërkimi për në kromozone 13, 18 dhe 21 për çrregullime gjenetike të ndryshme, ku normalisht që një ndër më të rëndësishëm është edhe kromozoni 21, pra që shkakton sindromën Down. Dhe patjetër që do donim që ta merrnin vesh. Por duke qenë se ne kemi bërë gjatë një vizit dhe doktoresha tha që çdo gjë është okay, analiza e NIPT-it është thjesht një konfirmim. Gjëja më që më jep nervozitet për sot është pikërisht përgjigjes për gjinin e bebit. Jam shumë nervoze, o zoti i madh, më thënë. Bebi tani është krijuar, gjinia është krijuar, por besoj që në momentin që merr vesh edhe gjinin, është aty ku fillon tamam që i bën kokës një refresh edhe e mendon vërtet që okay, do bëjmë një vajzë apo do bëjmë një djalë. Zoti i madh, nuk e imagjinoj dot. Akoma nuk e imagjinoj dot. Barku nuk më ka nisur akoma, kështu që nuk është se ndjej ndonjë gjë. Jam shumë nervoz, jam shumë emocionuar. Shpresoj që të dalë sot përgjigja dhe pastaj kemi menduar një mënyrë se si ta zbulojmë me Shtefani në mënyrë që të jetë një kujtim i bukur edhe për ne. Nuk e di nëse do ta regjistroj apo jo. Është një vendim që do ta marrim bashkarisht. Patjetër që do ta regjistrojmë që ta kemi këtë video si kujtim. Por nuk e di, do ta publikoj. Kështu që jeni me mua, unë jam përgati. Më ndrit fytyra sot, duke di, jam shumë e premtuar. Edhe shkojmë. Inshallah kanë dalë përgjigjet, do ju marr me vete dhe pastaj çfarë përgatitjesh do bëjmë. Mbase kjo video do zgjati 2-3 ditë, se nuk mendoj që do e marr sot atë letrën e mbyllur të gjinisë dhe do shikojmë sot, sepse sot kemi disa plane tjera, apo ndoshta nesër, dhe unë kam kohë të bëj disa organizime. Sa po arrita, mbarova njëherë disa punë nga rinovimi i vizës. Unë kam aplikuar për pasaport, po derisa të dalë ajo, më duhet vizë tjetër. Nuk më bëjnë këmbë të vej, kam parkuar këtu dhe janë vetëm 2 minuta larg. Kemi gati 2 javë e 3 ditë që presim për përgjigjen. Normalisht që doktoresha na tha edhe për pjesat e çrregullimeve ginekologjike që çrregullimeve gjenetike. Që është okay, por ndryshe ta kesh të konfirmuar, kështu që kam shumë frikë. E di që letrën e gjinisë do ta mbaj këtu, nuk do ta ha. Po të paktën dua që të di që çdo gjë është mirë. Me baby. Semra ime, baby vogël. Baby vogël e bukur. Shkojmë, le të bëjmë të fortë. O, zoti i madh. Ta keni ide se si po më triten këmbët. Ne në fakt vendosëm që testin ta bënim në Luksemburg, sepse në Gjermani, të paktën në landin që jetoj unë, pra në zonën, prefekturën, kushtonte 200 euro me doktoreshën time, mbase doktor të ndryshëm, kanë çmimet të ndryshëm, nuk e di. Dhe në Luksemburg shteti e financon këtë gjë, sepse duan edhe ata që të mbështesin çiftet e reja. Sa kopsht i bukur këtu. Dhe mua ma plotsovi dokumentin doktoresha ime këtu, dhe shkova e bëra në Luksemburg, prandaj është kjo çështje që ka ardhur përgjigja, s'ka ardhur përgjigja, sepse duhet marr laboratorin Luksemburg. E keni çuar, se keni çuar? Që shkojmë, se vajta.
nuk dalaj dot se qari. Nuk e di pse. Dhe fundet janë në frëngjisht. Edhe nuk e di a do ta kuptojmë dot, po besoj që po. Çka si ndritën duart. Kemi sot një darkë me Shtefanin, se do doja ta dija që sot. Pak më vonë do marrë dhe telefonatën nga doktoresha që më thot nëse edhe çdo gjë tjetër, pra që kemi testuar është okay. Shpresoj shumë. Po nga shpreja e asaj gruas që më dha përgjigjen, nëse do kishte ndonjë problem, besoj do më kishin lënë një takim, meqense edhe isha aty. Këtu lexon. Nëse unë do jem mami I një çuni apo një vajze. Oh my god. Jam shumë emocionuar. Se di si do prej deri nesër. A ta hap vetë mos I tregoj Shtefanit dhe të bëj gjësme pastaj. Jo, nuk e bëj. Po nuk daloj dot. Nuk më pritet deri nesër. Shikoj asgjë dhe është në frëngjisht. Dhe nuk dua të shikoj, se dua që ta shikoj me Shtefanin bashk. Kemi menduar një mënyrë shumë të lezetshme si ta marrim vesh edhe ta kemi vetëm ne të dy. Jo dikush tjetër. Kam porositur një fustar shumë të bukur për këtë rast. Oh my god. Sa ndjenjë domethënë. Shumë frikë, shumë atëherë. Ndjenja ime e brendshme më thotë që do jetë djalë. Por normalisht që do I doja të dy. Të doja dhe një vajzë që t'i bëja flokë, ta kisha si shoqe, por intuita më thotë që është djalë. E do jem shumë e lumtur e ti e mami një djalë, sepse do jem dashuria ime e parë, dashuria e parë e djalit tim, edhe ai mbase do jetë, jo mbase, po do jetë dashuria ime e fundit. Mbase, jo e fundit, sepse mund të vinë në jetën ndonjë djalë tjetër më vonë, si dihet. Kështu që nuk po them mbase, ai do jetë e fundit. Kurse Shtefani është I bindur që do jetë vajzë. Edhe në rast se do jetë djalë, atij do t'i duhet pak kohë që të ndroj mendjen, sepse gjithmonë ka thënë që kam përshtypjen që do jetë vajzë. Edhe do I duhet kohë që ta përtypi iden, po që të mësohet me iden që është djalë. O, me si më pritet. O, zoti madhe, imagjino, edhe ti që kam imagjinuar momentin. Unë po qaj tani, nuk e di sa do qaj kur ta di çfarë është. Gjithsesi, më e rëndësishme është që të marr telefonatën nga mjekja sot pas dite dhe të më thotë që çdo gjë është okay. Dhe kjo, çfarëdo që të jesh, do kesh një shoqe për gjithë jetën, për aq kohë sa unë do jetoj. Çfarëdo që të jesh. Okej. Tani kjo video besoj deri këtu do jetë për momentin, sepse nuk e di, sot nuk do ta zbulojmë, as unë me Shtefanin do ta fshes arfin këtiku. Dhe nesër pastaj pas punës së Shtefanit kam gjetur një location ku të jemi vetëm të dy. Do ta vendosim te kamerën aty. Mbase për kujtim, mbase për ta treguar, nuk e di. A këtë do vendosim më vonë. Dhe kam dhe një mendim se si do ta bëjmë gender revealin të dy. Pastaj mbase do bëjmë një party tjetër ku të ftojmë gjithë njerëzit e tjerë që t'ju tregojmë atyre se çfarë do jetë baby.
ose për të gjetur një arsye për të festuar. O Zot, më mbaj zemrën, më mbaj duar që mos ta hap, edhe më mbaj trurin që mos çmendem deri nesër. Okej. Shihemi nesër atëherë nëse s'do shihemi sot. Nëse do e vendosim me Shtefanin mos shkojmë te ai plani që kemi edhe ta bëjmë sot gender reveal-in, do jetë edhe sot shumë cool. Më e vështirë të gjej lule blu. Kështu që çfarë do bëj? Do marr këto orkidet, do marr edhe këtë buqetën me lulet e verdha dhe do vendos orkidet blu. Kjo është zgjidhja. Okej. Atëherë, le të shpresojmë se do ta bëjmë të mundur. Ma çfarë po bëj, nuk e kuptoj as vetë. Kemi 3 pinzela këtu. Në këta provojmë, provojmë këtë. Vogël dhe po I marr lulet 1 nga 1. O Zot më ndihmo. Duhet të vendos një palderashka, po s'ka. Lyri, po thua se janë tharë, ai në pak tash se flokësh. Morën ngjyrë, por patjetër që nuk e di çfarë kam katranosur. Në raste urgjente do shkoj të marr, atje ishte një orkide, ngjyrë blu, edhe do përdorim atë, po doja që të kisha të dyja njësoj, prandaj më shumë. Që po I vendos. Po përpiqem t'i vendos siç ti më mirë, se unë nuk marr vesh nga këto punë.
këtë letrë. Pra, si puna e kësaj të verdhët, po ta bëj me blu. Nuk e di se si do e bëj. Po që jam kreative. Tani, unë dua të bëj gati edhe këtë shportën. Do marrë këtë të bardhën këtu, pa çka sa më ngjyrosa me blu. Po kjo do më duhet. Që ta vendos këtu te shporta. Vendosim këto lullet dhe do vendosim të shampanjën edhe gotat e shampanjës që janë këtu. Transporta është e përgatitur. Buqetat. Mos lëj diku, okay. Buqetat janë gati, po I vendosim një kështu gat që të qëndrojnë mirë. Një. Tani bëjmë gati ushqimin. Unë do bëj disa klap sandwich me mishpule dhe do t'i marrë me vete duke qenë se po organizojmë si piknik, po duj edhe patate të skuqura edhe janë jo edhe thjesht që t'i marrësh për piknik, po edhe ta ham diçka atje. Kështu që nuk kam të kohë, jam shumë në stres, po besoj do ja dal. Unë jam gati. Po pres vetëm Stefanin. Jam shumë nervoze. Kjo është fustani. Pas jo tregoj do të gjithin. Është I bardhë edhe me këto kratë kështu. Ka I disa trëndafila diku, ja këtu. Shikoj e barkun tim të vogël. Ha? Ka filluar pak. Një sot e disa emocionuar jam. Por koha është shumë e bukur, ka diell. I kam gati të gjitha gjërat. Ushqimin që bëra që do ham atje, buqetat, gjërat për të pirë, një tripode kam në makinë. Gotat e shampanjës pa alkool. Stefani më tha që në orën që para një orë që është në tren, po e pres nga momenti në moment. Besoj kam të pruar pak në fustanin, dhe është kështu I gjatë fare. Nuk e tregoj do tani, do ta shikoni në video. Po
Është për të parë, kështu që le ta teprojmë. Jam shumë emocionuar, nuk di çfarë të them. Okay. Do jetë një djalë. Unë do bëj mami një quni. Si bravat. U lumturuam shumë, sepse Shtefani është i fundit në familjen e tij. Shtefani është belajt i fundit. Ai ka një hallo që nuk ka fëmijë, nuk ka xhaxha, babi vetë është quni vetëm, dhe halloa tjetër ka vetëm 2 vajza. Kështu që do kemi një baby belajt, i cili do vazhdoj legacin belajt. Jemi shumë të lumtur, tani që po e bëj videon ka kaluar edhe ca kohë dhe unë jam më prezente me iden. Kështu që do jetë një djalë. Viti 2025 më duket se është vit çunave, kështu që kush është ta zon tani do bëj çun. Okej, djalë. Çun, kush pëllum të ka në nazi pëllum, mami. Edhe mami im fluturovi nga gëzimi se e deshte pa tjetër çun. Si shqiptarët mo, që fëmija i parë duhet jetë çun. Kështu që isha të jetë me shëndet, edhe kjo është me rëndësishmja. Ne jemi shumë të lumtur dhe po të presim me shumë qef, edhe me shumë dëshirë për të njohur. Dëshira ime është vetëm një, ti kesh sytë si Shtefani, si babi jot, sepse ja adhuroj, edhe kaq. Shpresoj ju ka pëlqyer videoja, shihemi në videon tjetër. Ciao.